Edhe këta kisit. Po ishte të gjungë dhe sa piksori. Prit një pari, sa mos duket që po nashtin ti. I thot prit dal para, mos të shë publiku që jeti komandusi. A qaj jeti. Po qaja, më përsoni që jam asi gjo qaje, o, po për qaja. Lutëm, sqaroja shokun të që mos këtë... Jeti që pse i ndërhyj atyre, 2 sekonda. Pse i le hapësira që të ngacmojnë ato ty. Unë nuk kam pse jap seri në asnjëriu. Veç një sekond. Pse ata thonë që ka pas i puthje, kur nuk ka pas puthje, a kupton? Këtë gjë shko edhe sqarojë Mateo, a kupton? Pse do ta sqarojnë me njerëzit kur jetia është i provokon këto gjatë gjithë kohës dhe i lejon ato të provokojnë ty. Po mirë, po pse i ndërhyti? Ata thonë se ti ke thënë këtë gjë. Ata thonë se ti ke thënë këtë gjë. Kush ato më? Ky tha, ka pas i puthje, kur puthje s'ka pas. Ky tha, ky. O Briken, po ta them edhe herë, pse i ndërhyj çunit tuaj, e provokon këtu i orrjesht, e pastaj pse po provokon ai mua? Po sa i ka situatat e tij. Ka situatat e tij, ha? Po ti s'ke situatat e tua? Ai ka drejtën edhe të gënjej. Edhe të të vetë para përgjegjësisë, edhe të shpifi, po mund ta bëj. Nëse ti del edhe tu, nëse mund ta bëj. Tasha mund të flas edhe unë atë duhet me fol edhe ti si robot. Po, si robot. Tash, unë thash, thjesht e merr anash dhe i thu, shif se kështu është muhabeti, mos e thuj këtë gjë se nuk është e vërtetë. Edhe kaq mbyllet. Ta zbusun, edhe ti ta sulmosh pastaj jo rresht, e të vi prapë te unë ai. Biri prap ty, ta zbus prap unë. Ti në këtë situatë dush m'ia qartësu gjana, ta kupton? Jep pak përgjigje. Qysh? Biri prap ti orë. Në këtë situatë. Ti ta zbusu. Ti dush m'ia sqaruar gjana. Ti biri prap aty. Ti në këtë situatë. Ti prap ke unë. Veç një sekond, ti në këtë situatë do të m'ia sqaruar gjana siç ja kam sqaruar në krisit, i kam thënë mos ndërhyj këtu se nuk është kështu. Po jo se kështu, po lën me nin kuptu sikurse un po gënjeja, kupton? A jeni një lojë ti? Dush me qenë i sinqert. Ti vet fute bjerat dhe provokoj orrjesht. E ti mendon se tashi duke thënë un të lutem stop, zot provokoj më ty ai. Ndërkohë që ti mund ta provokosh atë $13. Ai $1 milion, pas puthjes ka pas